Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në një konferencë në Abu Dhabi të mbajtur gjatë samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm, ndërsa theksi është vendosur edhe tek energjia e gjelbër dhe inteligjenca artificiale. Sipas kreut të qeverisë, Shqipëria synon që të bëhet pjesë e një bashkëpunimi trepalësh me pjesëmarrjen e Italisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, duke krijuar kështu një qendër kryesore për të furnizuar me energji të gjelbër gjithë Evropën. Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani, zoti e Bekov, po synon që të mbrim në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për t'ia fshitur pra Europës. Është e jashtëzakonshme që si një projekt 1 miliardësh të ndodhë, është më shumë se 1 miliard, është 1 miliard me të treja projektet. Jo, edhe njëherë numrove si grek. Kur flisni për parat tuaja, i shtoni 3-0. Kur flisni për parat e të tjerëve, i hiqni 3-0. Këtë bëni. Ja pse bëja ju do kaq shumë. Cila është shifra e saktë, zoti Rama? Shifra e saktë nuk kam ndërmend t'ju them, sepse nuk e kam marrë akoma lejen nga doktor Sultani, sepse nuk do që t'i trëm italianët, duke qenë se ata gjithmonë kanë probleme me buxhetin e tyre. I pyetur se si Shqipëria do t'i qaset inteligjencës artificiale, Rama shprehet se Shqipëria e ka përqafuar teknologjinë digjitale në administratën e tij. Sipas Ramës, shërbimet e ofruara për qytetarët janë kthyer online, duke bërë që jo vetëm të përqafohet nga masa, por edhe të shkurtojë zyra të panevojshme dhe kohën e pritjes për marrjen e një shërbimi shtetëror. Teknologjia digjitale na lejoi të ndryshonim tërësisht mënyrën se si funksionon administrata përkundrejt qytetarëve, e që prej disa viteve tashmë 95% shërbimeve tona ofrohen në internet, pra elektronikisht. I kemi mbyllur të gjitha zyrat e kontaktit shërbimeve në vend, pra nuk ke më zyrë të shkosh fizike, nuk ka radhë, nuk ka kohë të humbur. E merr shërbimin online, qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipërisë. Gjithashtu Rama u ndal edhe tek ministri virtual Diellëza, e vendosur në krye të prokurorimeve, për të cilën shprehet se ka qenë një zhvillim i jashtëzakonshëm në kabinetin qeveritar dhe inteligjencën artificiale në Shqipëri. Me inteligjencën artificiale ne po e bëjmë këtë gjë shumë shpejt, në mënyrë shumë të saktë. Po kështu kemi edhe një ministre të inteligjencës artificiale. Jo për inteligjencën artificiale, por të inteligjencës artificiale. Kemi një doktor Sultan, por është grua. Rama ndodhet prej 2 ditësh në Abu Dhabi në kuadër të samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm, ndërsa është pritur edhe nga presidenti Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, për të cilën kreu i qeverisë shprehet se ai është një mik i madh i Shqipërisë.